Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, këtë herë për të folur pak për Ledri Vulën dhe Gjensila Myrtezaj. Ledri dhe Gjensila kanë qenë në shënjestër të medias ROS që nga momenti që lajmet për ta u përfolën që janë ndarë nga partnerët e tyre. Gjensila në fillim nuk e përhapte, më pas ishte Besi ai i cili e bëri lajmin të ditur në fermën VIP që tregoi për ndarjen me Gjensilën dhe për historikun e tyre të problemeve që kishin patur në këtë marrëdhënie edhe pse në rrjetet sociale shfaqeshte si një dashuri e mrekullueshme. Më pas patëm lajmin tronditës të ndarjes së Sarës edhe të Ledrit. Por siç duket, një pikpyetje e madhe ka filluar të mbërthej median ROS për afrimitetin që Ledri ka krijuar me Gjensilën. Disa shkruajnë në komente që mund të jetë një lidhje e sapo nisur në një marrëdhënie e fshehur e tyre, ndërsa disa të tjerë thonë që Ledri dhe Gjensila kanë udhëtuar bashkë për të xhiruar videoklipin e radhës në bashkëpunimin muzikor që ato të dy janë duke bërë. Reperi i njohur shqiptar Ledri Vula është rikthyer fuqishëm në qendër të vëmendjes në median ROS. Këtë herë jo për ndonjë projekt muzikor, por për jetën e tij personale, e cila duket se është gjithnjë më shumë në lupën e publikut. Pas muajsh të përfolur për një lidhje të re me sipërmarrësen shqiptare Rina Zaiti, e cila jeton mes Londrës edhe Tiranës, duket se kjo histori ka marrë fund në mënyrë të papritur, ndërsa në skenë ka hyrë një tjetër emër i njohur i showbizit shqiptar, Gjensila Myrtezaj. Prej kohësh Ledri dhe Rina ishin parë si një dyshe simpatike, larg vëmendjes së tepërt publike, por jo pa shenja të një afrimitetit romantik. Gjatë javëve të fundit, vëmendja e ndjekësve është të shtuar sidomos pas ndryshimeve në llogaritë e tyre sociale. Aty ku dikur Rina dhe Ledri i bënin like postimeve të njëri tjetrit dhe komentonin me emoji dashurie, sot ka vetëm një heshtje të madhe. Nuk e ndjekin më njëri tjetrin, një veprim që për publikun është shpeshherë sinjali i parë i një ndarjeje. Në mungesë të një deklarate të drejtë për drejtë nisën spekulimet dhe në krye të këtyre, një emër që u shfaq me forcë është Gjensila Myrtezaj. Këngëtarja e dashur për publikun së fundmi ka qenë në qendër të mediave për shumë arsye të tjera. Ndarja nga Beskallaku dhe ringritja e saj artistike. Por ajo që ka ndezur jetët janë fotot e fundit, të cilat e lidhin atë me Ledri në një mënyrë më intime se një bashkëpunim profesional. Foto që po qarkullojnë masivisht në rrjetet sociale tregojnë Ledrin dhe Gjensilën në Ibiza, në të njëjtat lokacione në shoqërinë e të njëjtëve njerëz. Madje edhe me të njëjtat veshje në disa raste. Në një nga pamjet që është bërë virale, shihet Gjensila duke përqafuar Ledrin, ndërsa përpiqet të mbuloj fytyrën me një erashkë, një detaj vetëm mjafton për ta identifikuar, tatuazhi karakteristik në dorën e saj. Ndjekësit vëzhgojnë çdo detaj dhe ky nuk është lënë pa u komentuar fare. Domethënë është një detaj vogël që në fakt ka bërë këtë dyshimin e madh dhe ka ngritur këto spekulimet apo këto hamendësimet që tashmë kanë nisur në median ROS. Ndoshta Gjensila dhe Ledri e kanë bërë dhe me kastile që të jenë të përfolur, por në anën tjetër është ky momenti që shqiptarët apo ndjekësit kanë kap këtë tatuazhin e Gjensilës dhe kanë filluar të japin mendimet e tyre për një raport të mundshëm më të afërt se sa një shoqëri, se sa koleg apo se sa thjesht një bashkëpunim kënge. Tani nuk e dim në qoftë se kjo fotoja është shkrepur me pa të drejtën e tyre, nuk e dim në qoftë se kjo fotoja është shkrepur me kastile që të përflitet për to pasi që ndoshta sjellin ndonjë këngë të dy së bashku dhe kjo do të jetë një mundësi reklame që publiku shqiptar të jetë i fokusuar në momentin që Gjensila dhe Ledri ta nxjerrin këngën, kënga të shkon menjëherë viral dhe të ketë popularitet, do të thënë mund të jetë ndonjë skandal që mund të ndodhen para se të publikohet kënga, se zakonisht artistët janë të njohur për fenomene të këtilla, do të thënë për skandale të këtilla që bëjnë para projekteve që do të sjellin,
por përqafimi dhe tatuazha ka konfirmuar që vajza në fjalë është Xhensila. Fotot po qarkullojnë masivisht në rrjet, tregojnë Ledrin dhe Xhensila në Ibiza, por për më tepër veshjet e të dy artistëve, stili dhe ambientet e përbashkëta në Ibiza kanë bërë që të interpretohet se ato kanë kaluar disa ditë pushimi së bashku, larg vëmendjes së drejt për drejt, por jo larg syrit të vëmendshëm të fansave. A është kjo një lidhje e re që po lind mes dy yjeve të muzikës shqiptare apo thjesht një afërsi miqësore e interpretuar gabimisht? Në fakt nuk kemi një përgjigje të tillë, është thjesht një pyetje që është bërë për publikun shqiptar, por njëkohësisht edhe për këtë dyshe. Besoj që në qoftë se është një keqkuptim, Xhensila dhe Ledri do të na e shpjegojnë në një daljen e tyre në intervista, por deri më tani nuk kemi detaje rreth kësaj situate. Situatën e bën edhe më të ndërlikuar fakti se vetëm pak kohë më parë Ledri dhe Xhensila lançuan bashkëpunimin e tyre muzikor. Ma kthe një këngë që në klip shfaq të dy artistët në skena të ngrohta, më shumë kimi dhe intimitet. Në videoklip gjestet, shikimet dhe energjia mes tyre shkon përtej asaj që zakonisht shohim në bashkëpunime të rastësishme. Kjo e ka shtyr publikun të mendoj se mes tyre ka diçka më shumë se sa thjesht një profesionalizëm. Në një intervistë të fundit, Ledri është pyetur pikërisht për këtë temë dhe përgjigjja e tij ka qenë të paktën intriguese. Nuk kam ç'të fsheh, por ndonjëherë është mirë të mos thuash asnjë gjë. Një përgjigje që nuk e mohon as nuk e pranon lidhjen, por i shton edhe më shumë karburant të zërave që tashmë janë ndezur fuqishëm në mediat online dhe në rrjetet sociale. Domethënë do të qëndrojmë prapë te ky fakti që mund të jetë një formë marketingu derisa ato të dy të nxjerrin këngën e tyre dhe më pas Ledri dhe Xhensila mund të dalin në një intervistë dhe mund të thonë që ne jemi vetëm miq dhe gjitha kjo është keq kuptuar pasi është Ledri ai i pari i cili e ka lënë këtë gjën e madhe që po bëhet apo këtë zërin e madh që është ngritur në media në rost e ka lënë të pashpjegueshme. Nga ana tjetër, Xhensila Myrtezaj ka zgjedhur të mos komentojë asnjë gjë. Në profilin e saj në Instagram ajo ka shpërndar disa fragmente nga klipi me Ledrin, disa pamje nga pushimet në Ibiza, por pa përmendur as emrin e reperit, as ndonjë sqarim për zërat që qarkullojnë. Heshtja e saj për publikun flet më shumë se çdo deklarat, sepse në epokën e rrjeteve sociale mos reagimi shpesh interpretohet si një lloj pohimi i heshtur. Ndërkohë Rina Zahiti nuk ka bërë asnjë deklarat publike lidhur me fundin e marrëdhënies së saj me Ledrin. Ajo ka qëndruar larg mediave, por ndjekësit e saj kanë vënë re ndryshimet e humorit në postimet e saj të fundit, si dhe mungesën e çdo rrëfimi ndaj reperit. Kjo ka shtuar dyshime se ndarja ka qenë reale dhe ndoshta jo dhe aq pa dhimbje. Tani të gjithë syt janë të kthyer nga dy personazhet kryesor të kësaj historie. Nëse lidhja e mundshme me Rinën mori fund për shkak të një tjetër romance të re apo thjesht për arsye të tjera personale, mbetet ende e paqartë. Por çfarë është e qartë është fakti që Ledri dhe Xhensila po ndajnë gjithnjë më shpesh hapësirën me njëri tjetrin, qoftë artistikisht apo qoftë edhe në jetën reale. Në një treg mediatik ku çdo postim, çdo koment, çdo dalje publike interpretohet në 10 mënyra, mbetet për t'u parë nëse dyshja do të zgjedhë të konfirmojë atë që tashmë shumë djegës e kanë marrë si të mirëqen, një lidhje dashurie që ka lindur në heshtje por që shpërthen me shumë zhurmë. A është Xhensila arsyeja e vërtetë e ndarjes mes Ledrit edhe Rinës, apo thjesht rasti një bashkëpunimi artistik që dogji pak më shumë se ç'duhej? Vetëm koha do të tregojë, po për momentin heshtja është më zhurmshme se çdo fjalë. Tani Xhensila është natyrë që edhe në marrëdhënien me këtë, Besin, përzjodhi që të heshtën, përzjodhi që mos të jetë shumë e pranishme nëpër media, domethënë ajo për herë të parë ka folur në emisionin Me mbrëma yje nga Arbana Osmani, ku ka treguar dhe disa sekrete të vogla të marrëdhënies së saj me Besin. Për shembull, nuk e detalizoi aq shumë sa e dha Besi në detaje, por ndoshta për këtë herë Xhensila do të fletë dhe do të bën bam, apo është kënga e tyre që do tregon për një marrëdhënie të mundshme.